Mi mbrëma të nderuar të rishikues, ja ku jemi sërish në emisionin tonë Ekopuls, me mua Fatos Soçolin, në studion e televizionit Skan, si çdo të mërkurë mbrëma, drejt për së drejti në orën 20, duam të flasim për industrinë numër 1 të vendit, që është turizmi. Dhe kemi titulluar turizmi 5 miliard euro, përse? Sepse kanë dalë shifrat e fundit nga institucion shumë serios që e ndjek me kujdes ekonominë tonë, që është Banka jonë qendrore, Banka e Shqipërisë. Dhe këto 5 miliard euro janë për vitin e kaluar. Nuk janë pak, është 1/5 e prodhimit tonë kombëtar. Për këtë kemi sonte së bashku zotin Besnik Vathi, antari kryesisë së shoqatës së operatorëve turistik të Shqipërisë. Zoti Vathi, mi mbrëma, mi sa ardhët në Ekopuls. Mi mbrëma, mirë se u gjetë. Zonja Nevila Popa, eksperte e turizmit. Zonja Popa, mi mbrëma, mi sa ardhët. Mi mbrëma. Zotin Luan Dervishaj, ekspert i turizmit. Zotin Dervishaj, mi mbrëma, mi sa ardhët. Dhe zotin Fatos Cerenishti, si përmarrës në turizëm, CEO dhe menaxher i përgjithshëm i kompleksit të njohur Fafa. Zotin Cerenishti, mi mbrëma, mi sa ardhët. Mirë se u gjetëm. Për më shumë, po ndjekim një insert të parë që kemi përgatitur dhe pastaj më njëherë do t'i kthemi bisedës me të ftuarit. Sipas raportit më të fundit të barometrit botëror të turizmit hartuar nga zyra OKB-s për turizmin, vendi ynë cilësohet vendi i 4 në botë me rritjen më të fortë të turizmit për vitin 2024. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, turizmi kontriboi direkt në 20% të prodhimit kombëtar vitin e kaluar, duke sjellë 5 miliard euro. Është realisht industria e parë e vendit. Turizmi është ndëruar në sektorin kyç të ekonomisë sonë gjatë viteve të fundit. Sipas Bankës së Shqipërisë, në vitin 2021, Shqipëria përfitonte më pak se 2 miliard euro të ardhura nga turizmi, por në 3 vitet pasardhëse shifra është rritur me ritme të shpejta, duke cekur kufirin e 5 miliard eurove gjatë gjithë vitit 2024. Të dhënat tregojnë se gjatë vitit kaluar sektori i turizmit i la ekonomisë shqiptare një suficit valutor neto prej 2.3 miliard eurosh. Kjo shifër është diferenca mes të ardhurave që të huajt shpenzoj për turizëm në Shqipëri dhe shpenzimeve që shqiptarët bëjnë në udhëtimet e tyre jashtë shtetit. Sipas Bankës së Shqipërisë, gjatë vitit 2024, shqiptarët shpenzuan 2.7 miliard euro për udhëtime dhe turizëm jashtë Shqipërisë. Referuar shoqatës shqiptare të pasurive të paluajtshme, numri shtëpive me qerat detore me Airbnb është trefishuar në 3 vitet e fundit. Vetëm vitin e kaluar në krahasim me vitin 2023, turizmi na solli 900 milion euro më shumë. Këto shifra duhet të na bëjnë të mendojmë për politika më konkrete për të ndihmuar aktivitetin turistik tek ne, në mënyrë që kjo industri të bëhet e qëndrueshme dhe gjatë gjithë vitit. Zonja Popa, ndërkohë regjia mund të ndihmojë dhe me grafikun e parë, lutem, pikërisht të ardhurat sipas institucionit qendror të Bankës sonë të Shqipërisë, gjatë vitit kaluar rritën me 19% të ardhurat nga turizmi. Nga 4.1 në 5 miliard euro. Ja ku kemi edhe grafikun që tregon rritjen e fortë në vitet e fundit, sidomos në 3 vitet e fundit. Në gjykimin tuaj pse? Po, për sa kohë ne kemi shifrat në cilat thuhet se është rritur numri i vizitorëve tuaj, rrjedhimisht nëse ka numër më të lartë, të cilët qëndrojnë në Shqipëri, atëherë mendojmë që do kenë edhe më shumë të ardhura. Por unë besoj nuk është vetëm kjo, unë mendoj që përveç turizmit që ne përdorim Bregdetin, në Shqipëri kemi shumë vizitorë të tjerë, të cilët përdorin edhe resurset tona, burimet turistike që ne i kemi të pranishme, që janë turizmi i natyrës, apo ato në turizmi kulturor, interesit të veçantë që i quajmë ne, se në natyrë pastaj ka dhe këto të aventurës që mund të kemi hiking, biking e merat, të cilat janë një pjesë e rëndësishme, pasi ato edhe nëse kanë një numër jo të lartë të vizitorëve, kanë një vlerë të shtuar në mënyrën e të udhëtuarit. Pra, ato mund të jenë më të pakët në numër, por kanë një vlerë më të lartë të shpenzimit që ato kryen në destinacionet që ato bëjnë. Kështu që unë mendoj që Shqipëria duke pasur këto mënyra të ndryshme të udhëtarëve të cilëve i ofron, pra mënyra të ndryshme të turizmit, bën të mundur që të kemi edhe më shumë të ardhura. Megjithatë, kam
ajo pasiguri që vjen tek ne në gjithë këto shifra është që ne akoma nuk kemi arritur në Shqipëri të kemi një mënyrë të saktë të dhënave në fushën e turizmit, që do të thotë edhe ato që hyjnë, pra edhe ato që mënyrën si shpenzojnë dhe mënyrën se si ato vim për turizm, që mund të jenë turizmi i biznesit, mund të jenë turizmi për leisure, pra që është në bregdet, turizmi i kulturës që ne flasim dhe nuk e kemi të pakët, e kemi të lartë. Muzet tona, qendrat arkeologjike. Parqet natyrore, gjithashtu aventura, si që thash hiking, biking, por edhe unë do të thoja që edhe në sezonet të ndryshme, unë mendoj që turizmi në Shqipëri ka pasur një vlerë të shtuar, sidomos në Tiranë dhe me rritjen e fluturimeve, do me thënë në aeroportin e Tiranës, ne kemi një numër të turistëve të lartë të cilët kanë ardhur në Shqipëri. Zoti Vati, zonja Popa thotë që me qenë se kemi pikërisht këtë prurje, sidomos nga aeroporti jonë ndërkombëtar i Rinasit, të vizitorëve tuaj, kryesisht turist, atëherë vërtet që justifikohet një nivel kaq i lartë të ardhurës, edhe pse ajo thekson që nuk është se kemi një sistem mirë të dakordsuar të dhënave statistikore për turizmin. Shiko, së pari një institucioni që e ka lëshuar është institucion i besueshëm. Dhe unë kam të vështirë ta kundërshtoj, pavarësisht se bindja ime e plot është që kjo shifër është e pasakt. Është e pasakt dhe është kundërshtoj atë që thëmë, e kam të vështirë ta kundërshtoj se është institucioni i besueshëm. Por duke mos e ditur si i kanë nxjerrë, qysh i kanë nxjerrë, unë nisem nga disa përllogaritje shumë të thjeshta. 5 miliard euro viti 2024. 11 milion vizitorë të huaj, nga të cilët, si pas përllogaritjeve që bëj unë, rreth 5 milion janë turistë të huaj, dhe prej të cilëve rreth... Turistë safita, që e kështu. Turistë të huaj, duke futur edhe me emigrantët shqiptarë, se një 5 milion unë i llogaris si janë ato vizitorët kalimtarë që hynë në një kufi, dalin në kufirin tjetër. Pra në qoftë se ne zbresim ke 5-6 milion që për turist, si pas përcaktimit të organizatës botërore të turizmit, ne në dalin rreth 5-6 milion. Duke zbritur dhe shqiptarët që banojnë jashtë, që janë me pasaport të huaj dhe vinë në Shqipëri, por nuk konsumojnë si turist që janë me komsi të huaj, ne në dalin që konsumojnë rreth 2-3 milion, dhe në qoftë se ne do të apjestonim 5 miliardin me 2-3 milion turist, ne do dilnim 1.200 euro. Ne do dilnim me shpenzim të lahtarshëm turistët në Shqipëri. Pra, do rrëzohej komplet, poshtë gjithaj perceptimi i përgjithshëm i medjave apo i gjithëve që shiko se ne kemi turist të lirë, që vinë, flenë në rrugëve, flenë në... Nga ana tjetër ka dhe një shifër tjetër që ka dalë ditët e fundit. Ka dalë shifra e netëve turistike. Shqipëria ka raportuar në vitin 2023 10 milion vizitorë të huaj dhe ka raportuar gjithsej rreth 3 milion e gjysëm net turistike. Pra, nëse ne raportojmë 10 milion dhe të gjithë i quajmë turist, pavarësisht se nuk janë, vjen që një në 3 turist ka fjetur në hotel, vetëm një natë, dhe netët e tjera s'ka fjetur fare në hotel, dhe 6 milion apo 6 milion e gjysëm... Toma me qira, janë akomoduar. Jo, s'kan fjetur, sepse net turistike nuk do të thot vetëm net në hotele. Net turistike do të thot net në Shqipëri. Unë nuk flas për hotelin X apo Y, unë flas për net të shpenzuar në Shqipëri. Pra, 5 miliard që me 3 milion e gjysëm, ja ka informalitet. Po nuk është informaliteti... Shikon, do s'jel një shifër që e kam para 2 ditës. Kroacia ka raportuar 105 milion net turistike. Me turist të mirëfillt 21 milion. Pra, ka raportuar
në raport me numrin e turistëve, 5 net 21 milion, mesatarisht. diku ke 4-5 net turistike. Ne që themi nuk kemi 21, po kemi 10-11, ne raportojmë 3 milion e gjysmë net turistike. Është informalitet, apo është informalitet edhe shifra e turistëve që raportojmë 11 milion, që asnjëherë nuk e kemi ndarë sa janë turistë, sa janë vizitor kalimtar, sa janë shqiptar, apo edhe kjo shifër 5 miliard ka rrjedhur nga që kemi 11 milion turist, shumëzoje me 420 euro që mund, apo është shifra mesatare që shpenzon një turist në botë, dhe ta raportojmë 5 miliard se thesi parave të hyra në Shqipëri është i madh. Në Shqipëri nuk hyn para e huaj thjesht vetëm nga turistët e huaj. Në Shqipëri hyn nga çdo lloj drejtimi, sidomos duke pasur një popullsi emigrantësh gjysma jashtë, gjysma brenda, që punojnë, nuk dua ta quaj të zezë, po në të zezë nëse nuk vjen paraja nëpërmjet bankës, që do të thotë që te ne ka mjaftueshëm para të hyrë që hajde ti caktojmë 5 miliardë. Është e pamundur të mbërrish në këto shifra në kushtet kur ti eksaktësisht nuk i ke të 11 milion turist. Ose 3 milion e gjysmë net turistike, po si ka mundësi më? Për shembull, drejtoria e tatimeve sot duhet të shkarkojë e gjitha në qoftë se ne nga 10 milion turist nuk kemi 20 milion apo nuk kemi 40 apo 50 milion net turistike, por kemi vetëm 3 milion e gjysmë. Zoti Cerenishti, në gjykimin tuaj, ka patur më shumë vizitor kompleksi juaj për vitin e kaluar nga 2023, si e keni ndjerë? Në një pikë do të bjem të gjithë dakord që në krahasim me 2023, 2024, ashtu siç e parashikuan, domethënë diskutohesh rreth 12.000 dhe të gjithë ishim dakord, ishin skeptik, me thënë drejtë në fillim, se menduan 10.000 që na dukesh një diçka jashtëzakonshme. 10 milion. Arriti 11 milionë 700.000 shën si ka. Por në vazhdim të asaj që tha Besniku, është e vërtetë domethënë që e diskutuam pak më parë që sipas statit vetëm 18% e 12 milionshit domethënë kishin fjetur nëpër hotele. Pjesa tjetër çfarë është, domethënë sepse ky është pyetje çfarë është. Ne harrojmë që edhe sipas Ministrisë së Turizmit quan turist çdo qytetar që kalon pikat e kalimit kufitar të Shqipërisë. Dhe në mund të jetë ekskursionista që brenda 24 orëve largohet. Në janë rreth mbi 4 milion vizitor nga Kosova, domethënë që kanë ata quhen turistë të huaj, domethënë. Ata vinë, marrin në Rinasin, aeroportin, avionin, ikin, regjistrojnë 2 herë, se edhe kthehen. Ata quhen turistë, domethënë që këtu, domethënë që shifra është ajo që thot Besniku, unë jam dakord që është ajo shifër. Dhe ne dhe qëndrimit janë ato që janë, sepse është me statistika. A kemi, domethënë, hoteleria, domethënë mendoj që është futur në binar. Për shembull, unë di që hotelet me kontrata, garancie, nuk e kanë shansin të kalojnë 1 euro në tavolinë, sepse nuk mund t'i thuash ti kompanisë evropiane që çose është problemi se ne të pagojmë shumë taksa. Nuk bën vaki. Janë të detyruar gjitha hotelet që kanë kontrata garancie. Edhe pjesa tjetër, domethënë, biles tani është miratimi i një VKM-je, mendoj që është egzageruar për mendimin tim që vendimi i Këshillit Ministrë. 65% okupancë për 6 muaj dhe 30% okupancë për 3 që ta kuptoj qytetari. Pra, në bazë të këtij vendimi konsiderohet që një hotel duhet ketë të paktën gjatë gjithë vitit 65% të domave të veta të zëna. Të zëna, gjë që nuk ndodh kurrë, sepse ne dim. Mesatarja vjetore i takon të jetë 48%, që i takon me qenë në nivelin e mesatores të vendeve europiane të zhvilluara. Diçka më pak të gjysmë që nuk ndodh. Jo do ta sqaroj këtë. Ta mbaroj zoti Cerenishti. Jo për të sqaruar, sepse nuk mund të merret i njëjti koeficient si për hotelet e plazhit, edhe për hotelet e qyteteve. Hotelet e plazhit nuk duhet të quhen me kapacitet një vjeçar. Kapaciteti i tyre duhet llogaritet nga momenti kur fillon sezoni deri në momentin ku mbaron. Sepse në të gjithë në rajone, e dim çfarë në rajon, në të gjithë rajonin, për shembull ka, domethënë, biznesi i hotelerisë bregdetare quhet biznes sezonal. Domethënë, edhe në
kuptimin edhe kur janë bërë, do më thënë, përse i përket këtij lloji biznesi, është biles 6 muaj, në atë që kemi kërkuar ne, që është dhe në planin strategjik të turizmit 2030, që 6 muaj sigurimi shoqëror shëndetësor dhe paga të paguhet nga hoteli, dhe 6 muaj të dimrit që quhet zero, paguhet nga shteti. Sigurimi shoqëror shëndetësor dhe paga minimale të paguhet nga shteti, ashtu siç e kanë vendet e rajonit, nuk po kërkojmë ndonjë gjë. Dhe kjo është planifikuar në strategjinë e turizmit 2030. Kështu që është mendoj unë, sepse ne për shembull mendoj që është bërë në një grup, domethënë që s'është konsultuar mua, për shembull që mendoj që jam dikush në hoteleri, as unë s'di fare se çfarë është bërë, domethënë vetëm ka ardhur VKM, do raportojmë ashtu siç dim. Bile si themi që unë jam i sigurt që 80-90% e hoteleve në fund shtatorit, në fillim tetorit mbyllen dhe hapen ashtu si do t'i 65% e pamundur të 30 okupancë. Edhe ata që kanë hapur, mbajtja, si thua, zënia e dhomave duhet 65%? 30% jashtë sezonit. Nuk e ke pamundur të bësh gati 1/3 e dhomave në ditë të janarit. Nuk e ke, po jo të shkurtit, po gjatë gjithë sezonit, po ti po shikon tani jemi tani në mars, gjithë marsi po fillon pritje, është shumë e keqe. Sa e ke zënien e dhomave? Ta zëm ke 100 në dhoma? 5%. 5% edhe shumë. 3%. Po mos harroj që kam 200 e ca punojës, domethënë që i mbaj, do të paguaj ata, nuk bëhet fjalë fare për fitim. Biles un kam miqtë e mi, domethënë në Greqi, në Itali, më thonë që vetmja mënyrë për të fituar biznes i hotelerisë jashtë sezonit është vetëm të vesh shesin, dalësh 0-0 nga tetori deri në maj. Dole mos paguash gjë. Domethënë, një do të jesh i lumtur nëse ti nuk paguan. Dërkohë që ti ato 200 punojës që ke në organik i paguan gjatë gjithë vitit. Po patjetër, po e hape hotelin, do t'i paguash si duhet, aty ke punë, s'ke punë. Kështu që mendoj që është diçka që me kalimin e kohës, domethënë, do monitorohet, sepse duhet të rregulluar. Jo po, do kërkojmë ne, hajde na monitoroni, shihni se është realiteti. Pra 65% në periudhën e pikut realizohet. Mund të realizohet, nuk po them. Por 30% në periudhën jo të sezonit veror është misioni pamundur. Madje edhe 65% që duhet të dalë se rezultante jo ta fillosh sezonin me 6 muaj të ndarë fiks. Jo, mund të filloj më 1 maj të të maroj më 30 shtator, ose muaj të ndryshëm, në muajnë maj nuk e ke pa diskutueshme që nuk shkon 30. Po 15 dhe 20, jo 30 e shumë. Pra nuk shkon 30. Muajt jashtë sezonit që konsiderojnë... Jo, po rrigusht jashtë piku, domethënë, unë po flas për unë që kam kontratë, kurse ata që kanë hotel pa kontratë nuk e kanë shansin të kalojnë 40% e 6 mujorit, domethënë 5 mujorit, nuk e kanë shansin të kalojnë domethënë 40%, sepse një ditë domethënë është 100% okupanca zënia e hotelit, ditën tjetër sa të ikë ai tjetër, sa të gjesh tjetrin ti, domethënë ikin edhe 2 ditë, dhe kur vete në fund, kur kalkulon fund muajit, domethënë ti ke pasur 60-70, po flasim për muajin korrik gusht. Si thua që domat e zëna me pjesë. Do shtoja vetëm diçka, më fal. Ka një përllogaritje përsëri nga Kroacia. Kroacia koeficientin e shfrytëzimit të hoteleve e ka 26%, dhe me këtë 26% ajo raporton 21 milion turisti, 105 milion net turistike. Pra me koeficient shfrytëzimi 26. Mesatar gjatë gjithë vitit. Mesatar vjetore. Pse ka 26? Sepse duke qenë se ka hotele sezonal plazhi, ajo nuk ka pse të kërkoj shfrytëzim hoteli në janar, shkurt, mars, prill, në hotelet e plazhit. Natyrshëm pjesa më e madhe e tyre nëse unë nuk e di këtë shifër, nëse Kroacia, që është nga vendet elitare të turizmit, domethënë në Europë, është vend elitar, du ta pranojmë këtë. Dhe ka 26% atëherë që nga çmenduri. Është alogjike të nëse ne kemi 18% koeficientin real, e po mirë, nga 18 nuk ka pse të shkoj ke 65-a apo ke 30-a. 18, sa informalitet ka? Ja ka 20%. Po është e pamundur dhe jo logjike që informaliteti në industrinë hoteliere të jetë 90%, ashtu si del me shifrat dhe logjikën që është përdorur. Nuk është kaq i lartë. Jo, absolutisht, më të shohësh problemi. Është sektor që po formalizohet vit pas viti, absolutisht ka qenë informal për shumë kohë, po realisht ne tani 10 vjetet e fundit, domethënë që ka marrë rrugë, është futur në vërshinat e dhura industria e turizmit dhe tani njerëzit fillojnë çdo vit ndërgjegjësohen, bëhen
e kuptojnë që duhet paguar, e kuptojnë që janë dhe më dinjitozë duke paguar, duke kaluar në sistemin bankar, ti jetë dikushi. Duke shmangur gjithmonë ti si askushi nuk mund të prezentohesh në tepër kompanitë e huaja që paguajnë me as i lloj banke, as i lloj. Kështu që mendoj që ajo është futur në shinat e veta, mendoj që turizmi dhe informaliteti do kaloj vit pas viti, nuk është se do paksohet. Do paksohet vit pas viti. Zoti Dervishi, me gjykimin tuaj? Po. E kemi lexuar të vendim të Këshillit Ministrave? Po, të gjitha lidhen me diferencën e madhe që kemi midis miliardave të turizmit dhe menaxhimit të turizmit. Me qenë se ju edhe jeni ekonomist, por nëse do analizojmë dhe nga 5 miliard që do na dalin situatë më reale 3 miliard, bëhet fjalë për 2 miliard që lvizin në ekonominë turistike, në përllogaritje, kjo do të thotë se nëse do ikim edhe të indikatorët e tjerë se si dalin këto 5 miliardçat, që kanë bëjnë pikërisht me të gjithë këto diskutime, fluksi i turistave, ku shkojnë, sa shpenzojnë, ku qëndrojnë, shfrytëzimi i kapacitetit, atëherë ne kemi indikatorë të cilët nuk arrim ti masim dhe do të thotë që edhe politika turistike, edhe vendimmarrja e bizneseve, çdo gjë është në një mjegull totale. Dhe hajde tani ta zbërthejmë pak situatën pse është realia edhe poshtë 4.1 miliard që të vitit 2023. Standardi evropian, të cilët mundohet pjesërisht Instati të adaptoj, pra Eurostati ka që nga vitit 2008 ka nxjerrë një metodologji që quhet Tourism Satellite Account, ku analizohen të gjithë të dhënat ekonomike, të gjithë to që ne po diskutojnë, duhet të raportohen për çdo vit në vendet e Komunitetit Evropian dhe raportojnë pranë BE-s. Në Shqipëri, tentativa e parë me asistencë të projekte ndërkombëtare ku edhe ju keni pas mundësi të punoni me SNV dhe në vitin 2011 është realizuar me konsulencë ndërkombëtare një analizë e tillë. Janë krejt qarta për këtë që merret me statistikat e turizmit, çfarë duhet të analizohet dhe çfarë duhet zbërthehet, dhe kemi dy elemente në të gjithë statistikat, ato që quhen fakte të forta, që do të thotë numri hoteleve është një numër fiks të cilin e regjistron Stati, po kështu numrat e hymjeve, po thojmë në kufi, po ato janë numër hymje në kufi dhe pastaj duhet të filtrohen për të hequr ekskursionistat dhe këto tjerat. Po e përmendi dhe zoti Kryeministri. Dhe kryesisht edhe Instati për të shfrytëzimin e kapacitetit hoteleve. Banka Shqipërisë apo edhe Instati kur merret me vrojtime të shpenzimit të turistave, kryen në bazë të vrojtimeve. Pra aktualisht nëse kemi Instati ka 3 vrojtime të cilët ne i referohemi në këto publikimet që Instati bën. Pra ai përpunon të dhënat e hyrjeve në kufi, për sa i përket fluksit të hyrjeve në Shqipëri edhe të pasaportave të ndryshme. Survej i dytë ka të bëjnë pikërisht me shfrytëzimin e kapacitetit të hoteleve të ndarë në rajone gjeografike, duke u përafruar rajoneve europiane. Dhe i treti që është e rëndësishme dhe akoma nuk e kemi prekur në përgjithësi është shpenzimet e tregut të mbrëmshëm, pra turizmi i vendit sa shpenzojnë shqiptarët, dhe kjo po kështu është sa shpenzojnë edhe shqiptarët kur shkojnë jashtë. Këto janë 3 vërtime. Më falni, për të dytën, i lutem regjistë grafikun e dytë, shpenzimet e shqiptarëve për turizëm jashtë Shqipërisë. Edhe aty kemi shifra në rritje. Ajo se çfarë është interesante dhe siç duket ndryshim në metodologjinë e Bankës së Shqipërisë për analizën e të ardhurave nga turizmi është, nëse ne do him dhe do shohim metodologjinë që raporton Banka Shqipërisë për të gjithë bilancin e pagesave, për pjesën e turizmit, raportimin ajo merr nga Ministria e Turizmit, pra nuk e bën vetë. Si bëhet, kush është formula që ato shpjegon? Pra formula është e tillë që normalisht në radhë parë duhet të dalin në një mesatare të shpenzimit të turistave, por ne nëse do kemi parasysh tregu turistik, ne kemi disa grupe të mëdha që kanë sjellje krejtësisht të ndryshme nga njëra tjetra. Pra turistat në përgjithësi të huajt, jo shqiptar, emigrantat që vinë me pasaport të huaj ose jo, mënyrën e shpenzimet dhe mënyrën e frekuentimit e kanë të ndryshëm sepse flenë në shtëpi. E përmendi edhe zoti Vati. Kosova, po kështu Kosova janë pak turistë veçantë, emigrantët tanë me pasaportat tuaja. Pastaj kemi ekskursionistet. Pra normalisht për me mrit te 425 eurosh të cilën kanë raportuar që është mesatare, pra shifra prej 5 miliardësh pa dalë
me një shumëzim të tillë. 427 herë 11.7. Tani, kush është problemi? Pra, të gjitha ato që ne diskutojmë, që normalisht në metodologjitë e Eurostatit edhe të Instatit janë të qarta, duhet të zbriten ose duhet të kalkulohen me koston e vërtet, tranziti, ekskursionist dhe këta tjerë. Pra, një ekskursionist, një tranzit, që ose edhe në aeroportin e Rinasit, nështë mund të hargjojnë 10 euro në pjesën e tranzitit, kontributi. Pra, sa më, pra, normalisht ne duhet kemi një sistem... Por pagesa për ultimet? Pikesh pra, ne duhet kemi një sistem vrojtimesh... Edhe ai quhet e ardhur turistike? Edhe pra, por... Kur, në falni, vizitori huaj, qoftë ekskursionist, qoftë turisti huaj, qoftë emigrant me pasaportë të huaj, vjen, ka në shpenzimet e veta pjesën e ultimit. Ultimit nga destinacion, më falni, nga destinacion në Tiranë, nuk hyn në të ardhurat tona. Tani, në turizmin... I merë transporti i brëndshëm. Kur ne shkojmë jashtë, për sa kohë merë, është kjo. Rezervimit të agjencia turistike dhe të tjerat mullohet të kjo shpenzimi i turizmit brëndshëm. Pra turizmi i brëndshëm ka këto dy pjesë. Pra, unë do të them që këtu është, domethënë pra, në standard jam pjesë e grupit të kostove ne duhet kemi një sistem vrojtimesh për të gjithë këto elemente, për të marrë vesh sa janë ekskursionista, sa janë këto që janë kufitare, pra vetëm një shifër e thjeshtë. Ti ke 700.000 nga Malizi, hyrje. 5.000 ulqinak, nëse vinë vetëm një herë në javë, të shkon 300.000 në vit. Pra brenda ditës. Tani, ai konsumi turistik mundet me qenë 10 euro si stash ose 20 euro, por nuk është 100 euro se mesatarja 425 me 4 net qëndrimi është mesatare 100 euro, pra ka marrë maksimumin e mundshëm të përllogaritjes së turistave, ndërkohë që, siç përmendëm, Kosova, turisti, ekskursionisti dhe shqiptari që vjen nga emigracioni, domthon kanë sjellje krejtësisht të ndryshme për të nxjerrë mesatare. Ju lutem, zoti Dervishe, e përmendet Kosovën nëse më lejoni. Desha të pyesja edhe juve, por edhe zotin Vathi. Me liberalizimin e vizave në Kosovë, pra nuk ka më viza Schengen për kosovarët. Neve kemi humbur një treg që kemi patur shumë të sigurt për vite me radhë, tregun falni të qytetarëve kosovarë që bënin të paktën pushimet e verës në Shqipëri. Dhe disa flasin për gjysmim të këtij tregu, për shkak se një pjesë e madhe e qytetarëve kosovarë kanë zgjedhur vende të tjera, duke qenë se kanë mundësinë që të shkojnë, janë në regjim pa viza. Për sa kohë nuk ka shifra të sakta, përsëri të thuash gjysma çereku është spekulim, ose edhe të thuash është ulur apo është ngritur, përsëri është spekulim, shifra shifër. Për sa kohë nuk jepen, unë kam të vështirë të jem realist në atë që them. Megjithatë, unë do të them vetëm një diçka. Nga biznesi im ose fatosi nga biznesi im. Atë do të pyesja zotin Cerenishti. Sepse zoti Cerenishti është le të them biznesin shumë real. Shiko, ai i numëron klientët e vet edhe nga nacionaliteti. Ja ta them biznesin tim. Në biznesin tim, në një para se të hiqeshin vizat, në 100 shqiptar 5 ishin shtetas të Kosovës. 5%. 5% ishin që udhtonin jashtë. Me grupet tona që çojmë jashtë. Me turistët shqiptar që çojmë jashtë. Sot janë 30% e grupeve tona janë shtetas të Kosovës. Pra, unë nga heqja e vizave të Kosovës... Jo është 5 fishuar, se tu. Mua më janë 5 fishuar. Nga kanë ardhur këta, a shkonin këta në plazh, apo jo, këtë se them dot. Por për sa kohë nuk ka shifra, edhe fatosit të një do të thotë. Zoti Cerenishti, ju janë paksuar juve nga momenti liberalizimit të vizave Schengen? Klientët tuaj kosovar? Ashtu si shqiptar, domethënë kur liberalizuan vizat, filluan të gjithë lëvizin, ne menduam që do ishte domethënë një farë të kurrje. Vitin që kaloi, domethënë në momentin që u hapën, domethënë në janar kur u hapën, pati një kurrje, domethënë po tani kanë filluar të rehabilitohen, domethënë edhe lëvizja e 4 milion kanë filluar të vinë sepse ikën në Selanik fillimisht, ikën në Perëndim, më shumë, domethënë Shqipëria do ta themi me plot gojë që ende është një destinacion i lirë, qoftë për shqiptarët e Kosovës, qoftë edhe për të huajt. Edhe në Panajin e Berlinit që ishim këtë radhë, domethënë një nga arsyet domethënë që destinacioni Durrësi për shembull shitet,
Ishe sepse i thash, bile si do bëjmë mohabet, do të flasim me partnerët tanë, thanë që një nga arsyet kryesore është që jeni ende tregu i lirë. Jeni më lirë se të tjerët. Jeni konkurrues me çmimet më të ulta. Jemi me çmime ende çmime të ulta, domethënë, dhe ky është arsye që shitet dhe më shumë. Dhe që po rikthehen Kosovar, që është a duam ne, shenjë mirë për domethënë, të kemi turistë elitar, patjetër, sepse me sa më shumë kërkesa të jenë turistët, aq më mirë është për ne, do rrisim çmimet, do rrisim shumë gjëra, kështu që po duhet të Zonja Popa, pastaj juve zoti Dervishi, në 2 minutat e fundit të kësaj pjesës së parë, në gjykimin tuaj, ajo çfarë e ndjen dhe e thot nga eksperjenca e tij personale e punës zoti Cerenishti, që tani kemi një kthim, domethënë viti i mëparshëm ishte viti i kuriozitetit, pra nuk duhet të harrojmë, domethënë ne kemi patur me qindra mira, 600-700.000 kosovar çdo vit si turist në Bregdetin tonë. 5-6 milion hyrje nga kufiri, jo, edhe tani janë 4.200.000 me sa kam unë. Ta japi përgjigjen, lutem zonja Popa. Kemi një rekuperim pikërisht për këtë se e provuan kosovarët në Selanik për mendi zoti Cerenishti, në disa destinacione tjera, ndoshta edhe në Turqi ose në vende të tjera. Në Turqi kanë pasur, po në Zvicër, Gjermani që kanë dhe miqtë e tyre, domethënë. Kanë dhe një emigracion të fuqishëm, njerëzit e tyre. Në gjykimin tuaj, kemi një rekuperim të numrit të turistëve kosovar në Shqipëri? Po, unë do të thoja që nëse do t'i kthemi eksperiencës tonë, kur punoni me tur operatorët e huaj, sidomos të Europës Perëndimore, që ishin gjermanisht folës, apo anglisht folës, apo gjerman, zviceran e me radhë, në një nga vizitat e tyre në plazhin e Durrësit, ato vetë thanë para diku, do të mbi 10 vite, gati 15, thanë që nuk është për tregun që ne ofrojmë për ne. Dhe nuk ishte një gjë, po ne kemi shqiptarë të Kosovës dhe thonin që është shumë normale që janë ato, sepse atë produkt kërkojmë. Pra produkti që i shofruar, sipas kërkesës që ato kanë, është si thua ishte i balancuar. I kënaq pritshmëritë. I kënaq pritshmëritë, sepse për aq sa paguan, aq do kesh dhe produkte në atë standard. Në kohën që nuk do keni më këtë kërkesë, po do kemi kërkesë nga ne, i cilët kërkojmë një produkt me një cilësi ndryshe, atëherë do të jetë e hapur për ne, pra kur tregu do jetë i mbingopur nga shqiptarët e Kosovës, le të themi në një anë, po do rregullohet edhe cilësia e produktit, atëherë mund të vim ne. Do jetë momenti jon. Patjetër. Ka ardhur ky moment? Unë mendoj që nuk ka ardhur përfundimisht, po është shtruar në një rrugë të drejtë. Jemi aty. Ka filluar produkti Jemi futur aty. Produkti patjetër, domethënë edhe i plazhit, domethënë, po dhe i natyrës është një përmirësim. Por sa kohë që duhet t'i kthejmë dhe çfarë thot Fatosi që jemi akoma i lirë, do të thotë që produkti nuk është në atë vlerë të cilën të shitet në nivelin optimal të tij. Optimal që të shitet me një çmim më të lartë. Kështu që kemi akoma kohë dhe rrugë për të... Dervishi, do ja jap fjalën po më një herë pas mesazheve publicitare, sepse erdhi momenti i fundit të pjesës së parë.